Ekspozita trajton marrëdhëniet mes dy vendeve përmes arkivave digjitale dhe narrativave vizuale, duke u ndalur tek stereotipet e krijuara ndër vite, veçanërisht gjatë periudhës së tranzicionit teknologjik dhe përhapjes së platformave online. Kuratoria e ekspozitës, Sara Dolfi Agostini, thekson se Olbenja ndërton një realitet paralel të krijuar në hapësirën virtuale, ku imazhet dhe perceptimet për Shqipërinë janë formësuar nga përdoruesit e internetit në vitet 2009-2010. Anche le nostre culture. Olbenja paraqet një Shqipëri tjetër. Është një Shqipëri që populli i internetit e ka shpikur në një periudhë tranzicioni teknologjik mes viteve 2009 dhe 2010, ku kalua drejt përdorimit të platformave digjitale. Ekspozita fokusohet te mitologjitë dhe stereotipet ballkanike. Drejtori i Institutit Italian të Kulturës në Shqipëri, Alessandro Rughera, e cilësoi ekspozitën si një formë komunikimi artistik mes dy kulturave dhe një mundësi për rishikimin e historisë së përbashkët. Kjo ekspozitë është një komunikim mes Italisë dhe Shqipërisë në planin artistik, në planin e imazhit dhe të njohjes. Ajo ndihmon në rishikimin e historisë së njëri tjetrit, ashtu siç italianët shohin një histori të kaluar të Shqipërisë, po ashtu si shqiptarët kanë parë shpesh historinë italiane. Ndërkohë drejtori i Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, Lucian Bedeni, bëri të ditur se kjo është ekspozita e fundit për këtë vit kalendarik në këtë institucion, ndërsa shtoi se viti 2026 pritet të sjellë projekte dhe aktivitete të reja për publikun. Falenderoj përzemërsisht të gjithë ju që na keni ndjek në mënyrë intensive në kalendarin e muzeut. Kemi filluar me një ekspozitë të quajtur Venus, kuruar nga Oleg Zeloshi. Pastaj kemi pas ekspozitën Rizimin të pazarit të Shkodrës, kuruar nga Kim Nopers. Kishim një tjetër ekspozitë Homework në bashkëpunim me Art House dhe partnerët e tjerë, një ekspozitë shpërndame në shumë hapësina të tjera në qytet. Dhe tashmë në këtë të fundit. Muzeu do përgatitet shumë shpejt për të anoncuar edhe programin e vitit që vjen, i cili do të jetë vërtet befasues. Në vitin që vjen, Muzeu Marubi mbush 10 vite që nga inaugurimi i tij. E njëkohësisht, ne do të festojmë edhe 200 vjetorin e lidhjes të fotografisë. Ekspozita Olbenja do të qëndrojë e hapur për vizitorët në Muzeun Marubi deri në fillim të vitit të ardhshëm, duke ofruar një reflektim mbi imazhin, kujtesën dhe identitetin në epokën digjitale.